Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim me protestën e Partisë Demokratike, e cila ka ndodhur mbrëmjen e dieshme, dhe më pas do të vazhdojmë edhe tek çështje tjera, por fillimisht për të ndalur tek kjo çështje, ndjekim insertin dhe më pas rikthehemi. Se siç e shpëtuam opozitën kur dolin ta zhduknin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Nda edhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 faleminderit. Mirë, këto ishin pamjet nga protesta e ndodhur ditën e dieshme nga Partia Demokratike. Për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime dhe të tjera, kam të ftuar zotin Skënder Dika, ish deputet në Parlamentin e parë pluralist 1991 PD dhe së fundmi më 11 maj kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Shijakut. Zoti Dika, ju përshëndes, kënaqësi jeni me mua sot. Përshëndetje juve dhe gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Zoti Dika, do doja ta nisnim fillimisht me pamjet që sapo pam pra nga protesta e ditës djeshme e Partisë Demokratike. Si e keni parë ju këtë protestë? Si e keni lexuar dhe ndërkaq që ishte një mesazh i drejt për drejt politik për qeverinë, apo nga ana tjetër është edhe një reflektim për të gjithë pakënaqësinë qytetarëve nga të gjitha zhvillimet që po ndodhin në vendin tonë? Unë besoj të mos kem qeni vetëm, si unë dhe qindra dhe mira shqiptarë të tjerë brenda dhe jashtë Shqipërisë e kemi ndjekur me shumë vëmendje, jo vetëm protestën mbrëm, por gjithë situatën politike që po zihen si një gërgulje vulkani prej javësh apo muajsh, mund të themi, kohët të fundit në Shqipëri. Unë dua që të mos bëj pjesë tek ato njerëz që i shohin këto ngjarje si sergji. Nuk i ka luksin asnjë shqiptar, asnjë intelektual, asnjë punonjës i medias, asnjë artist, ti shofi këto ngjarje në këtë formë mënyre. Unë i shoh me dhimbshurinë e një vetari, i shoh në dobinë e dheut, sepse situata sot në Shqipëri, kur është dhe konga e Qelintanës që thot la situazione non è buona. Situata në Shqipëri nuk është e mirë. Unë jam një ndër themeluesit e Partisë Demokratike dhe deputet i Parlamentit para pluralist, por nuk kam në asnjëherë në batakun e militantit. Do të kisha pranuar me shumë qetësi morale, edhe një qeveri si të majtë, mjafton punonte në dobi të atdheut, në dobi të shoqërisë. Por nuk e gjeta kurrë të dëshirën time dhe vazhdoj të mbështes partinë që kam hedhë themelin kam hedhë gurë në themelet e saj, që është në 90-ën. Për këtë erdha pas 28 vjetësh në emigrim dhe u kandidova me kërkesë të demokratëve të zonës Shijakut përsëri për kandidat për deputet. Thënë këtë, unë e thash dhe në fillim, nuk jam një militant që veproj me logjikën e tifozërisë, por jam munduar gjithmonë të veproj me logjikën e njeriut të përgjegjshëm, gjithmonë në dobi të shoqërisë dhe të atdheut. Protesta e mbrëmshme dha dy mesazhe të fuqishme. I pari ishte për t'i thënë kësaj qeverie të papërgjegjshme
totalmente plotësisht e kapur nga krimi, e kapur nga njerëz me një ego të pallogaritshme për t'u pasuruar, sepse opozita ekziston, ka dhe motorët e ndezur, është aty me gjithë problemet e saj, por në të njëjtën kohë, por t'i thonë dhe drejtuesve të Partisë Demokratike, si populli shqiptar nuk është i gjithë i blerë, nuk është i gjithë i frikacak. Populli shqiptar e ka kurajën për të reaguar, por në kryesinë e Partisë Demokratike shoh që ka një shkputje të madhe me bazën e demokratëve në terren. Unë kam pas rastin me që u përfshiva në zgjedhjet politike me 11 maj të vizitoj oborrin e Partisë Demokratike dhe kur atje mungon dhe Berisha, edhe klubi, edhe praktikisht ishte bosh. Kur atje ishte i pranishëm në zyrë doktor Berisha, nuk gjeshe vend ku tulesh as klub, as ku të futesh në makinë tek oborri. Çfarë tregon kjo? Tregon që kemi një lloj monizmi politik edhe mbren strukturët e Partisë Demokratike. Ato generalet që doktori Manafër, ato vegjetojnë në hijen e doktorit. Unë me thonë drejtën, doktor Berishën e kam vlerësuar vazhdimisht, se është njëri me kurajo, unë jam shjakas dhe në shjakësit disa element burris i pëlqejmë dhe i vlerësojmë. Doktor Berisha është burr, po dhe fjalën e madh, është trim atë që din e thot, për këto cilësi jam i namoruar me te. Natyrisht, kush ka pushtet, kush ka bukë do bëjë detyrime, njerëzit e akuzojnë për kush ka gojën lirë fordën për hirë, për çështje e vërteta me qeverisin e doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike dhe të gjithë atyre demokratëve, se nuk është morale ta privatizosh meritën. Demokracia nuk erdhi as nga Skënderdiga, as nga Sali Berisha, as thjesht nga Partia Demokratike, që një vullnet i akumuluar për 45 vjet nga vujtjet e diktaturës komuniste. Ne na përzgjodhi fati qem të paret që u futëm, por nuk më të themi kur që jemi ne, sepse unë kam qenë në Tiranë ato vite 90-91, nuk më të harroj kur ato heroizmat të tirancëve që përballeshin në rrugët e Tiranës pa thirr, pa sjell me autobuse njerëz nga rrethet, me vullnetin e tyre dolën dhe mbështetën lëvizjet demokratike. Në fakt, zoti Dika, do duhet të kishte një reagim edhe mbas protestës së ditës djeshme nga ana e qeverisë apo nga vetë ana e kryeministrit Edi Rama, por deri në orët e para të mëngjesit të sotëm nuk ka pasur asnjë reagim. A lexoni këtë mungesë reagimi si një shmangje në dialog apo si një nërvlerësim të zërit të opozitës nga ana tjetër, por edhe të vetë qytetarëve? Shikoni zonjë nderuame, zakonisht reagon me ballë hapur njeriu që ka moralin e pastër. Njeriu që ka durët e pista asnjëherë nuk përballet siç përballen burrat, por përballet siç përballen horrat. Dhe ju e dini që horrat gjithmonë ndjekin rrugët e natës, jo rrugët e dritës. Drita e verbon horrin. Përballja është dritë. Njeriu që s'ka fryk, njeriu që ka durët e pasta, del aty dhe thotë urdhoni, jam akuzuar për te, por unë jam ky. Po si mund ta thonë atë që unë jam ky? Kjo qeveri që ka shit copa Bregdeti. Kjo qeveri që ka shembur teatrin kombëtar për të hapur një shesh ndërtimi. Kjo qeveri që po betonizon Tiranën, po heq me dom dentisti çdo fije bari në qendër të Tiranës. Unë kam pa aty këtë trekon që këto ditë ke ardhur për të bërë 35 vjetor e Partisë Demokratike, ku ka qenë ai trekon që kushtari pa njohur, një gradiçet që kishte hyrë sipër, i kishte marrë frymën. Në vitet 91 ty ka qenë një lurish që zbriste para parlamentit, deri ke rruga Elbasanit vetëm lurish ishte, asnjë gjë tjetër. Sot e kishte myt betoni dhe parkeqi, po ato parakolpet e makinës po hyshin mbrenda monumenti aty këtë trekon. Imagjinoni çfarë babëzie politike për të pasuruar. Kjo qeveri që do të sheme dhe portën e Durrësit për të pasur shërbime dhe sheshën ndërtimi oligarkëve dhe vetë. Kjo qeveri që vjen urët nga tuneli, kjo qeveri që është duk si David Copperfield atë djegësin e Tiranës. Edhe njerëzit heshtin. Është e vërtet që pushteti ka ofiqe, është e vërtet që gjithë to lekët e vjedhur rishpërndahen për të blerë njerëz, po s'mund blesh një popull, nuk mund ta blesh gjithë popullin. Prandaj unë e bona ky shvillim thirrën për intelektualët, për artistët, për punojësit e medias, për njerëzit e ndershëm, reagoni më çdo ditë, nuk është e zemë se Sali Berisha nuk jeton më, zemë se Partia Demokratike ka gabim. Po pse kështu do rrinë me tash?
Nuk është vetëm Partia Demokratike opozit, ka edhe shumë parti tjera. Qartë. Mase dalim aty me karrige për të rrit kredet personale politike, të bashkëpunojmë forcat dhe të themi stop. Sa është gjënov, janë 750.000 pensionistë nuk kapin punën e muajit në Shqipëri. Por nga ana tjetër, zoti Dika, ka edhe një pjesë të qytetarëve të cilët janë shprehur të lodhur nga të gjithë tensionet, por nga të gjithë bumi që po ndodh tashmë në Shqipëri me akuza ndaj qeverisë, me akuza ndaj Partisë Demokratike. Ju sot si pjesë e Partisë Demokratike, pra kur them Partia Demokratike jeni edhe ju sepse jeni aktualisht pjesë e saj, por edhe vetë Partia Demokratike këtu në Shqipëri, çfarë duhet të thonë qytetarëve mbas kësaj proteste që ndodhi ditën e djeshme? Unë mendoj që Partia Demokratike po e bën detyrën